Ikën ti? Opa, qa ka thonë? Djema? Ju pëlqeu mëngjesi? Mashallah, perfekt. Kisha gatuar shumë mirë, ë? Këmë qënduar. Do na marrësh në i gjë ta kemi aty për... Po me I marrim ke pjata, I doni promovon ju? Jo me majtë dhe ma që kemi. Ajo luti si që kishtë interesat vetë. Kur I ke kështu gjitha këtu përpara dhe sikur Po jo vim pastaj vjen stomak. Po kishte vënë Kristi. Duhet Po më na duhet si na kështu Po jo, po duhet me I kthy pjatat aty. bile bjefore, fillu këtë Jo vollë. flas konkretisht për nominimin. E qarta, ajo po, ajo ke lojë shumë e bukur në Brigena, ajo e boni favor të sojna, për mi kombinua sojna. Po, lëvizjen e parë që ka bo këtu në këtë shpiu, po, Ato që mos prishin. që e ka thirë ato në akvarium. Nuk mush me thirë një person në akvarium edhe me thonë që s'ke lojë. Prandaj ka ardhur burrë, ai po ku erdhi. Tani nuk mush me diçka me të. thonë, tani nuk mush me thonë një personit e kom puth, ka qenë një puthje dhe kujt I thon, i thon Kristit. Nuk mush me thonë, unë iva ma mirë Ja. me këtë person për me shpreh ose me kallëzu këtë gjë. Jo, I kallëzu Kristit, Kristi që përdor këtë gjë me krejt. Unë bëj një bisedë me ju. Nuk vlen. Nuk Nuk vlen. Unë bëj një bisedë me ju ndje. Po dhe Brigena në fund e shfrytëzoi për shumë storja saj. Se as storja tina, as storja saj nuk kanë fakte. Normal. Brigena lëvizja që ti nominim për me për shumë storja saj. Dyt janë të luj. Shikoj, Ti kujto se ishte devizë surprizë? unë I thash, jo më, unë thash ju Elit, s'ku do folgjë, I thash. Lëvizje që çdo njeri e pret. Nëse e njeh si person. Ka bërë super lëvizje për veten e saj, patjetër. Po këtë tjetër. Patjetër. Po këtë po. Duke qenë një personazh që ka lutur vetëm për vete, në po. shtëpi, ka lutur vetëm në shtëpi, bëri një lëvizje. Me dal nga një bar që asaj peshon edhe që nuk e lë komode këtu Jo bërë. peshon, po I han çdo ditë brenda në shpirtin e vet. Kaq. Do të jetë e pastër, unë jam kjo, dhe pash. S'ka bënë çudit më. Edhe nuk është se atë, për çfarë interesonte, më thon publikut që unë jam kjo, edhe publiku ta shofi, a është vërtet apo s'është. Ajo luti për hesab të vet. Hoqi një bar nga shtëpia, kaq. Mbaroj, si kujto ti se E bani për me për shumë storja saj se sa Mateos. mas është e vërtetë që të Mateo, publiku e tregon. We don't know, we can't, atë se di asnjëri dot. Thuaj sa më, mas e Nuk e dim, po a kanë lujtë dyt po. Patjetër më burr. si do të dalin gjërat, shumë marrë filmin direkt. Sepse në momentin që kam qenë me Kristin, kam qenë duke ngrënë Kristin një moment më tha, e dim ne se çfarë përfaqëson ti je degenerim, ti je pala e tretë, ti je imoraliteti, në këto fjalë që mua më ishin bërë. Kto pra ishin se nuk e mbaj mend fix, po kjo vërtetë. Pra ai tha ti je, kupton? Dhe sigurisht unë do reagoja. Po të thua ty, ti përfaqëson imoralitetin në këtë shtëpi. Je imorale sepse ke puthur një djalë aty jashtë. O Ina, ti e kupton që dhe mua çfarë s'm kanë thonë? E kupton. Edhe unë mund dilja nga vetja dhe ti thoja diçka. Edhe unë mund ta shaja këtë si kupton? Nuk e që gjithmonë pala e tretë dhe ti je pala e Po pra, kjo është tregon vetë. Edhe unë të bëja çdo gjë për lojë. Sepse ishin dy palë këtu dhe ti erdhe e treta. Çfarë do të thënë që do të erdhe ti? Çfarë? Unë kam sqaruar shumë mirë raportin që kam me Kesin. Po ishe pala e tretë, sepse ishte një marrëdhënie gjatë ekzistente, është një marrëdhënie gjatë ekzistente. Nuk ka pas ndarje për në momentin që ai vin këtu dhe tenton që të bashkohet prapë me atë gocën duke kërkuar dreka darka. Videoja është bërë përpara. Tash më fal, nëse ne të dy jemi bashkë, ti ndahesh me mua dhe lidhesh me Juelën. Pa ai bie që ka gënuar këtë dhe kjo del automatikisht. Po tjetër. Se në momentin që një person që më ka mbaruar gjë, të mbaron? Ne kemi shkëmbyer një puthje. Ta mbaron? Dhe ajo puthje Lëre ta mbaroj Kristi. Nuk patëm asgjë më pas asaj puthje, asnjë lidhje, asnjë. Ti ke folë me atë dhe ai të ka thënë s'ka më gjë. Fakti që ai vin këtu pas kaq shumë kohë dhe tenton prapë të ketë diçka më të. Mua nuk më ka interesuar se çfarë bën Kisi me jetën e tij personale. Atëherë je palë tretë dhe pa e kuptuar. Nuk janë pala e tretë. Po sepse ti thua as nuk e kam pyetur. Në momentin që as nuk e ke pyetur dhe në momentin që ai thonë që ka mbaruar jashtë dhe vin këtu dhe kërkon një takim të darkë për të vazhduar, gjëni i që ka pasur në mënyrë recesive apo në mënyrë dominante një ndjenjë aty që e ka bërë të mundur bashkimin mes atyre dy personave. Automatikisht